Flamurtarit i ikën fitoria nga Duart në frymën e fundit. Ndeshja me Teutën e luajtur në Vlorë pati të gjitha, emocionet, tensionin dhe golat. Kuqezi zhvilluan një takim të mirë duke dhënë sinjale pozitive, por fati nuk ishte me ta. Ndeshja nis me vrull nga Flamurtari që bën gjithçka dhe krijon raste pafund, duke treguar se ishte dita e tyre. Por në minutën e 21 vjen me një reagim i Teutës me një gol që zë në befasi Flamurtarin. Një top i gjatë në qendër, mes tre mbrojtësve, Boçi shënon një gol spektakolar me një parabol. Përpiqet të reagojnë vendasit me Maksutin që nuk devion siç duhet. Flamurtari qarkullon më shumë topi në këto minuta, rrit lojën dhe është më këmbulës. Tentojnë edhe Murata i Maksuti, por për merit të mbrojtjes nuk arrin dot të finalizojnë. Një gjuajtje Diavaras me kokë përfundon jashtë skuadratit. Boçi kundër përgjigjet me një të djathtë për t'u haruar. Ndërsa 3 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt të fraksionit të parë, kapiteni Trashi arkon në zonë por grushton Selmani. 2 minuta shtes sjellin duele të ashpra në mesin e fushës. Pjesa e parë mbyllet me avantazhin e miqve. Pjesa e dytë nis pa ndryshime në formacionin e të dyja skuadrave. Në minutat në vijim, trajneri Francesco Moriero përpiqet të bëjë një skuadër më sulmuese, ndërsa Teuta i kushton rëndësi mbrojtjes. Në minutën e 78 do të vinte edhe goli i barazimit. Krosimi Trashit nga distanca është Kantakias me kokë që barazon në 1-1. Në këto minuta ndeshja bëhet edhe më e bukur dhe e luftuar. Në minutën e 90 vlonjatët do të gjenin golin e avantazhit. Një aksion i Maksutit nga e majta drejt shtyllës së dytë shërben Proshafin që nuk gabon me portën e boshatisur dhe 2-1 shpërthen festet çmendur në Vlorë. Pesë minuta shtes në fund, Beshira i provon të godas por bllokohet. Maksuti niset i vetëm në kundërsulm, por nuk ja del të gjej portën me gjuajtjen e tij. Në fund kur nuk pritej, Teuta do të barazonte. Pas një goditje dënimi të përgjonit gabon Nunez, Joel devion me kokë drejt Jashtxhit që barazon me rezultatin 2-2. Në fund të dyja skuadra do të ndalin nga një pikë që nuk do të kënaqte asnjërin prej tyre. Pas ndeshjes, trajneri Flamurtarit Francesco Moriero shprehu keqardhjen për faktin se fitoria i iku nga Duart në sekondat e fundit. Sono molto arrabbiato. 5 secondi per conquistare 3 punti che stiamo combattendo. Një keqardhje sepse për ndeshjen që bën djemtë meritonin të fitonin, kemi bërë maksimumin. Me vetëm 5 minuta më shumë për shëndrim, do të kishim siguruar 3 pikshin. Djemtë ishin me kurajo, mbrojtëm dhe sulmuam siç duhet. Mund të ndodhë se ndeshja mbaron gjithmonë pas 90 minutave. Djemtë vun zemrën, ecin përpara me dëshirën për Flamurtarin, duke dhënë gjithçka në fush, sepse djemtë besojnë dhe unë besoj. Na ka munguar fati, por kemi kuraj për të sulmuar. Është e vërtet vuajtëm ndaj një ekipi të mirë. Merituam të fitonim, sipas meje, për kurajon dhe grindon që ne treguam. Por ka episode gjatë ndeshjes, kur ka rinisje e dinim që do të luanim ashtu, te humbja e topit dhe pasimi i gabuar i yni. Çdo trajner ka idenë e lojës së tij. Ne luajtëm me skema të ndryshme, sulmojmë me shumë lojtar, e treguan djemtë. Nuk është çështje taktike, se djemtë ishin në fushë të përqendruar, por të vjen keq për 3 pikët, se për pak mund të kishim në xhep. Për këto 3 pikë punojmë gjithë javën. Trajneri Teutës Engelej Dobi analizoi barazimin 2-2 që skuadra e tij arriti në transfertën e vështirë të Flamurtarit. Jo, as pak që shënum në sekondën e fundit, minutën e fundit, po themi po, se do ishte akoma më keq, do ishim akoma më zgënjur ose si mund ta përmbledh më të mërzitur, por jemi të mërzitur. Me mërzitur, unë nuk kam qef, jam trajner, unë merrem vetëm pjesën e futbollit, ato gjëra që i pam edhe që nuk duhet ndodhin, domethënë, ajo gati 30 minutë pushim nuk na bëri mirë, në mënyrën kur u kthim nuk ishim vetvete, nuk ishim ai ekip që deri në atë minutë, po themi minutë 68, nuk po themi që kishim kontrollin total, por kishim bërë në vështirën, kishim shënuar, kishim kontrollin, nuk kishim lanë Flamurtarin që të kishte edhe situata të pastra ose shënimi, mbile se pe mundonim ta manim sa më larg,
dhe po funksiononte. Pastaj i qik me ndrimin e voltaj që ishim detyruar ta bënim edhe për arsye shëndeti dhe për arsye të kartonit, dhe sa rrezikonte, duhet me thënë të vërtetën. Unë jam gjithkohë tamam rishtrem e fol drejt, por mënyrën se si e interpretuam mbas incidentit që u bën mbas gjithaj të pushimit gjatë, nuk e mas pak i kënaqur, nga mënyra se si po funksiononin, s'duhet na ndodhi kjo gjë. Nuk kena arë për barazim, edhe ashtu e kishim lanë në gjithë javës që kemi mjafën barazime, basta, që mu të themi, se s'po na qenë kërkundi, 10 barazime, dhe ishte më mirë 5 fitore, 5 humbje dhe gjithmonë do kishim 5 pikë më shumë. Në vje keq sepse donim të luftonim për ato kadre që ishin gjithkohës, tani duhet me shtrëngu rripin, kemi dhe ndeshje të martën, duhet me menduar tani për neshim me Gnatën edhe them që reagimi më i mirë, domethënë, ose mënyra më e mirë e të sjellit ose të arresës kësaj të barazimi sot është që të reagojmë me ndeshjen me Gnatën edhe Ndeshje në radhës dhe të fundit për këtë vit kalendarik, flamurtari do ta luajë në transfertën e Shkodrës me Vllaznin më datën 24 dhjetor.